Se zgjodha me shku në Greqi me Elon Suarikën, me Elon Kosovën. Po, do ta them dhe do ta them drejt, pasha zotën, gruaja. Nëpërmjet internetit jam njoh me gruan time, për gruan e lan gjithë botën, jo vetëm Suarikën. Çdo grua ta jep një fëmijë. Po jo çdo fëmijë ta jep një nën të mirë. Çfarë letra, çfarë dokumenta? Çfarë letrash? Unë jetoj jashtë Kosovës, në Greqi. Dhe për fat keq i kam humbur dokumentat. Ne jam marrë këtu, jo bëhat sot, jo bëhat nesër, jo bëhat pas nesër. Se sa kohë ta bojnë kështu ajtë se daj nesër? Po bëhat java. E ne kam kohën e limitume. Që sa ku jeni në Greqi? Ka vite. Ka shumë vite. Pas ke shku shumë i ri, po m'duket. Jo në aq. Po, janë... Se zgjodha me shku në Greqi, mos me najt këto. Ju jeni kajti? Suarikës. Pse zgjodha me shku në Greqi me Elon Suarikën, me Elon Kosovën? Po, do ta them dhe do ta them drejt. Drejt tregona. Pasha zotën po. Gruaja. Gruin, vjat muri atje ti, a? Jo, gruaja ishte atje. Ishte atje. Pa. E në shkova për gruan. Për gruan e la. Për gruan e lan gjithë botën, jo vetëm Suarikën. Ka dashurit madhe. Mos me pa dash, nështë asisha me ta. Edhe nuk isha fëmijë me ta. E du? Po ka shumë raste që hatri fëmijëve rrin bashkë, ke çfarë u desht? Jo, absolutisht jo. Ne themi si shprehje, dikur parton të kanë thënë si shprehje këtu. Çdo grua ta jep një fëmijë. Po jo çdo fëmijë ta jep një nën të mirë. Kështu që unë jam i kënaqur me ta. Një nën shëmbullore, është i bashkëshorte shumë e mirë. Mbi të gjitha është një punëtore e palodhshme. Shumë e palodhshme. Shqiptare? Po, është shqiptare e Shqipërisë. Shqiptare është. Tregona pak si u njoftut. Duket që historia ka qenë nëpërmjet internetit. Nëpërmjet internetit jam njoh me gruan time. Nëpërmjet Facebookut. Dhe tash sa vite jam me ta. A besove në fillim përmes rrjeteve sociale me ta kunjë? Kam besuar si herë rrjetet sociale unë. Po. Derisa prej vërtetë ndjeva veten që e du. Në fillim e pëlqeva fort. E në pse është 2 vite më e madhe se unë. E pëlqeva, ndjeva që mund të kem diçka më tepër me ta, dhe pse jo të takohesha me ta. A mendon që është pak pengesë kjo me qenë gruaja më e madhe se burri, ose deri në cilën pikë shati që është e arsyeshme me qenë sa vite me qenë e madhe? Gjë. Pengesë është e atyne që mos informimit e në ata që nuk e kanë idenë se çfarë është dashnia. Pengesë edhe 10 vjet më kanë gruaja para burrit. Po kontrazi gruaja sa më e pjekun tjetë, aq më informuar rreth jetës. Kështu që unë ju bëj thjerë gjithë trive, mos e shihni moshën. Se shihni moshën. Mosha s'ka rëndësi, a? Ja. Po thu që edhe e reja me një pensioner bën, a? Ja, ato se pranoj asune, po problemi është që një diferencë e vogël e moshës 5, 6, 7, deri në 7 vite nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe për mendimin tim nuk duhet të ketë problem. Pse duhet të ketë problem? Cila është dhurata pra më e bukur që ja ke bu, ose edhe ta ka buaj e ty? Dhurata më e bukur që më ka bën. Medina që janë fëmijë dhurata. Dhurata më e bukur që më ka bën këto po të thoja unë gocën që më ka dhënë Zoti tani. Ne kam një gocë vogël tani, 1 vit e 2 muaj. E pas vite çfarë? Dhurata më e mirë është dashuria që më fal. Nuk dua asnjë dhuratë tjetër. Nuk e kompenzoj dashurinë time me gjanat që mund të jenë që mund t'i kapsh me dorë. Dhuratë më të bukur se dashuria nuk ka. A ke menduar ndonjëherë me u rikthy vendin tonë, me marr gruan, vajzën edhe marr me tu këto? Nëse më jep ato që më jep shteti huaj. Çka t'jap Greqia? Tregona se gjën Kosovë. Gjithçka më jep përveç mallin që s'ma hez vendit. Greqia më jep gjithçka. Janë rrogat e mira. Sa është në Greqi? Minimalja që mund të nxjerrësh me një punë pa zanat ose diçka është afërsisht 2000 euro. 2000 euro. Mirë po, a punoni me pushim apo pushim? Edhe sa orë punoni? Normal si gjithë botën, shtonë e diellën e ke pushim. Tu dhe me thonë po desh ka me majt 2-3 puna për me mri atë paga? Nuk është problemi që do të mi bëj 2-3 puna, problemi është që ne nuk e kemi shtetin akoma aty ku duhet. Se akoma nuk janë pasionuar ata të mëdhenj që të hajnë ne të voglit. A mendon që paraja është gjithçka, apo thjesht ti zgjedh problemet? Ju nuk tash paraja mund të jetë për gjanat elementare që ne i kemi gjatë jetës gjithçka, po jo për gjanat që ne i dojmë dhe jemi detyruar mi dashur. Cila është vështirësia më e madhe që e ke pas në jetë? Edhe që e kam. Është mungesa prindërve. Mungesa prindërve?
Prindrit, Histori e gjatë. Edhe nuk do t'i bjerë rreth asaj. nuk e di. Vetëm tisha me ditat kam vtek, Kjo apo është- që larg Nuk jetoj. pushtime. Faleminderit. Me qenë se na thë gjë më të vështirë, na thuaj gjë më të bukur një. Ka shumë. Ani budallakun më të madh që ke bërë një jetë. Budallikun që kam bëhu une. Po, budallakun më të madh që Këtu në stacion Suarekës ka qenë budalliku më i madh që kam bëhu. Çka ke bëu atë në stacion? Çka kam bëhu. Çka ke bëu në stacion? Budalliku më i madh i imi ka qenë që unë kam hyrë në komisariatin e policisë ose në stacionin e policisë tu i gjumë me topa bore. A ke qenë i vogël apo qysh? Jo, po shoh zotën, s'kam qenë i vogël po. E pse e bune, pse e bune atë? Kam qenë budalla nga meni. Çka të bën në policia ti? Asgjë. Por kontrazi, that's njëri expectation prej pak. tyre që unë s'du m'ja bëha semnin publik këtu, është që filloi të gjujt me mu. Në 2 anshme pas. E në tani du më thonë që nështë në gjithë Kosovën janë policia mirë, për në Suarek janë shumë të respektueshëm. Ndim për çdo gjë që mund t'i ketë nevojë qytetarit. Për çka je pishman një jetë? Për çfarë jam pishman? Po. Nuk e di. Nështë mund të ketë shumë gjëra se në them asnjëra drejtën. Okej, po ndalim pak këtu, atë ke shpengu nëse kështë marrë një të huaj, jo shqiptare një gru, po të huaj. Çka dallon? Me qenë se ti pas ke qenë jashtë, Unë jam i qenë ka martuar. ala. Po, Edhe po jep vesh një mendim rreth kësaj Vesh një pyetjes që mendim. po, rreth kësaj pyetjes që ma vën ti. Si huji, si shqiptari, unë besoj që një Zot i ka kriju, thjesht ndryshoj gjuha, traditat, pa? traditat, po nuk kanë bëjnë se traditën mund ta merë o burri nga gruaja o gruaja nga burri. Po nëse ne jemi njerëz edhe ata të hujtë njerëz. Por mu nuk kështë qenë e pengesë. Ma gjithë shumë për kunë që ndohë me një. Faleminderit juve. Mirupafshim. Se zhudha me shku në Greqi, me lon Suarikën, me lon Kosovën. Po, do ta them edhe do ta them drejt, pasha zotën, gruaja. Nëpërmjet internetit jam njoh me gruan time, por gruan e la gjithë botën, jo vetëm Suarekën. Çdo grua ta jep një fëmijë. Po jo çdo fëmijë ta jep një nën të mirë. Çfarë letra, çfarë dokumenta? Çfarë letrash? Unë jetoj jashtë Kosovës, në Greqi. Dhe për fat keq i kam humbur dokumentat. Ne jam marrë këtu, jo bëhat sot, jo bëhat nesër, jo bëhat pas nesër. Se sa kohë po ta bojnë kështu ajtë se daj nesër? Po bëhat java. E ne kam kohën e limitume, Që sa ku jeni në Greqi? ka vite. Ka shumë vite. Pas ke shku shumë i ri, po më duket. Jo në aq. Po, Pse janë zgjodhe me shku në Greqi, mos me najt këto. Ju jeni i kajti? Suarekës. Pse zgjodhe me shku në Greqi, me lon Suarikën, me lon Kosovën? Po, do ta them edhe do ta them drejt. Drejt tregona. Pasha zotën po. Gruaja. Gruin, vjat muri atje ti, a? Jo, gruaja ishte atje. Ishte atje. E në shkova për gruan. Për gruan e la. E la, për gruan e la gjithë